a ka dua që baba me janis namazit se është i shtym në mosh, pra në vite, edhe po tutna, po kam frikë për dënimin e ti. Mashallah, të barakallah, çfarë pyetje prej një evladi të halalit, të khejrit, i cili e ka gajle babën. Allah të rujt ty që ke bo këtë pyetje. Zotit që përbleft. Edhe jap mesazh për të gjithë ata që e shohin këtë video. Duhet me bajt njeri gajle udhëzimin e familjes ti, udhëzimin e xhenetit, u bo sebeb që familja ti me shku në xhenet. Prindër, vëllezër, motra, fëmijë, akraba, e jo veç me qyr vetën e vetë. Dua të caktume nuk ka, por kur falesh ti thuj, o Allah, udhëza ma babën tëmë. Kështu ka bon dua Ibrahimi a.s. për babën e vetë. Bon dua dhe ti, edhe bon me sinceritet, me këtë fjallë, ose dhe fjallë të tjera, nuk është pa tjetër veç kjo fjallë. E kur mos u dërza, as mos u hup ymytin prej Zotit. Allah nuk t'i kthen duat prapë, vetë se kimi apo khejrin aty në duave.